strategjike. Në vijim të ciklit nektar në këtë Ramazan, ne do të kapim një tematik tjetër të qenjes njerëzore, të qenjes shqiptar, një pjesë e kontekstit të tij social që kanë të bënë me superioritetin dhe me inferioritetin, superior apo inferior, pse dhe ndaj kujt. Kjo është tema që do të diskutojmë sot, sepse ka brenda saj shumë interes për të kuptuar ca defekte në qenjen tonë. Dhe për t'ju qasur sa më drejt, për të zbuluar se pse është kjo lloj dikotomie kundërthënëse tek ne, e cila shfaqet nganjëherë në mënyrë ekstreme. Jemi në muajin e Ramazanit në këtë dekor njerëzor mjaft të mrekullueshëm, që shkon kaq bukur edhe me këtë dekor figurativ, plot ngjyra, nga skenografi i talentuar Agron Ujkani, një emër goxha i madh në artin e skenografisë, dhe që i shkon kaq bukur dhe kjo skenografi njerëzore, ku du them që Hoxhi nderuar, Ekrem Avdia, i cili është një ndër të ftuarit e këtij emisioni, po them që të shkojnë ngjyrat e kësaj skenografie. Faleminderit. Ashtu si po, mendoj se ju ndriçoni shumë për atë arsye dhe neve na bën. Faleminderit për komplimentet. Ashtu si Granit Shatri, një psikolog që bashkë me Hoxhën e nderuar do bëjmë pjesë e sqarimeve dhe shtjellimeve mjaft interesante të kësaj teme që ne kemi zgjedhur për sot. Atëherë, Hoxhë i nderuar, vërtet, qenja njerëzore në përgjithësi, në varësi të shumë konteksteve, e ka edhe ndjenjën e superioritetit dhe ndjenjën e inferioritetit, e cila mund të jetë edhe dobishme, po edhe dëmshme, në varësi të mënyrës se si njeriu vepron me të. Nuk e di nëse gaboj, besoj që në çdo popull gjendet kjo, por qenja shqiptare luhatet midis këtyre dy ndjenjave. Pse ndodh kjo? Dhe a du t'jemi superior, du t'jemi inferior, du t'jemi realist, çfarë ndodh? Faleminderit Ermir. Konsideroj se është megjithatë problem njerëzor para se t'jetë problem shqiptar. Por është problem njerëzor cilin ne fatmirësisht e trajtojmë shqip, dhe duke qenë se jetojmë në këtë nënqill, atëherë problemet e njerëzve me të cilët bashkëjetojmë, edhe të cilët i kemi tanët, në lidhja e gjakut, lidhja e fesë, lidhja e nënqillit, atëherë i bashkëjetojmë edhe problemet. Unë mendoj se njeriu në relacion me superioritetin dhe inferioritetin, mendoj se problemet fillestare kanë të bëjnë me pozicionimin e tij në një gjerësi dhe gjatësi jo horizontale. Mendoj se shumë është me rëndësi linja vertikale se sa njeriu është i lidhur, edhe si është i lidhur me krijuesin fuqiplot. Nëse arrin ta bëj këtë lidhje cilësore, atëherë s'ka dyshim se edhe vlerësimi i tij ose nënvlerësimi që do t'i bëjë vetvetes, gjithsesi do t'jetë korrekt dhe do t'jetë produktiv. Ne në relacion me krijuesin duhet detyrimisht ta konsiderojmë veten të ulët edhe të pavlerë, dhe sa më tepër e bëjmë këtë me veten tonë, ajo lidhje fuqizohet, e si të mos jetë kështu kur e kemi parasysh se jemi në lidhje me krijuesin i cili është i përsosur, i ka atributet e veta pa asnjë tmet. Në anën tjetër, kjo lidhje sa më funksionale që të jetë, ne vetvetiu do të ngritemi edhe nuk do të kemi arsye të ndjehemi inferior. Realisht do të provohet një ndjesi e vetkritikës, një ndjesi e mbajtjes së vetvetes në një mbikëqyrje të vazhdueshme nga vetë ana jonë, nga vetë vetja, mirë po do t'jetë ngritje e vazhdueshme. Pastaj, Allahu fuqiplot do të na ofrojë një ngrohtësi e cila nuk na lën të ndjehemi keq, dhe Zoti i plotfuqishëm thot në Kur'an: "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin", ju do t'jeni më të lartët, nuk keni nevojë të ndjeheni inferior nëse jeni besimtar. Pra, nëse e ke gjetë vendin dhe pozicionin tënd që të përshtatet dhe je lidhur ashtu si duhet me krijuesin, dhe aty ku je pozicionuar ti, aty është epicendra për ty. Nuk ka nevojë të zhvendosesh tek pozicionimi i tjetrit. Dhe kjo e dëshmon se
se sa e palogjikshme është që njeriu të ndjehet inferior për shkak të tjetrit. E shikoj tjetrin duket më i bukur se unë, më i pashëm se unë, ose është më i suksesshëm se unë, ose është më i pasur se unë. Nuk kam pse ndjehem inferior, për çfarë arsye? Për arsye se ai e ka një epicentër ku e gjithë ajo që tham është shumë normale dhe shumë rregull për te. Knej, unë e kam një pozicionim tjetër i cili prap kështu si dukem i shkurt, jo i pashëm, jo i pasur, prap edhe kjo është për mua në rregull, posaçërisht kur e kujtojmë se megjithatë kjo është zgjedhja e Zotit. Megjithatë, njeriu është një qenie sociale dhe psikologu mund ta shpjegojë edhe më mirë. Është një qenie sociale dhe impakti i faktorëve social është i fuqishëm. Vërtet, besimi e ndërton një personalitet të drejtë të njeriut dhe në këtë personalitet futet dhe gjykimi i drejtë mbi superioritetin dhe inferioritetin dhe mbi veten, nëse si do t'i menaxhoj këto dy ndjenja. Por edhe efekti social është mjaft i fuqishëm për ta futur nganjëherë në dilema, për ta futur në trazime të brendshme, sepse shoqëria ofron pamje të ndryshme, që duhet të jesh shumë inteligjent dhe shumë me një personalitet shumë të ndërtuar mirë për t'i bërë dallimet. Konsideroj se është e rëndësishme kjo që thua ti dhe është e pamohueshme, por duhet na shërbej thjesht që të arrijmë më të mirë nga ana jonë e jo të kompleksohemi. Ndërsa ne derisa flasim për superioritet dhe inferioritet, mendoj se trajtimin e kemi si të ruhemi nga kompleksi. Përndryshe, gjithnjë ka dikush që është më i suksesshëm se ti dhe bën ta marrësh model. Gjithnjë ka edhe te ti diçka që s'bën të neglizhohet, mirë po të mos shndrohet në kompleks. Po, Granit, normalisht që shoqëria prodhon ndjenja inferiore dhe superiore. Shoqëria kosovare, shoqëria shqiptare, në gjykimin tuaj si shfaq këto shenja? Dhe ku i shfaq më së tepërmi? E para e punës, inferioritetit dhe superioriteti janë nocione që vinë relativisht vonë në shkencë, përkatësisht në psikologji, vjen dikun rreth mes shekullit 20. Atëherë kur nisin të trajtohen shumica e çështjeve psikologjike, varësisht nga lindja e shkollave të reja psikologjike, të cilat janë përpjek me interpretu këto fenomene. Dhe gjatë gjithë zhvillimit shkencor është përvu që inferioriteti dhe superioriteti kryesisht të studiohen në prizmin individual, në prizmin e individit, dhe faktorëve zhvillimor të cilë ndikojnë në individin për të zhvillu ndjesi të superioritetit ose të inferioritetit. Dhe gjatë këtyre zhvillimeve ka dalë se ka 3 kategori të superioritetit dhe të inferioritetit. Është kategoria e parë e ndjesisë së superioritetit ose të inferioritetit, që lidhet me momentin, që lidhet me rastet ditore, javore ose të kohës së shkurt, kur dikush mund të tregojë një standard më të mirë se ti në një moment të caktuar dhe ti ndihesh inferior në raport me standardin që ai tregon. Shembull, sot në këtë sallë hoxha mund të tregojë në njohuri më të avancuar se unë në raport me temën që po diskutojmë, dhe unë kam një ndjesi të inferioritetit. Po, është thjesht ndjesia, po. Mandej kalojmë në kompleksin e inferioritetit. Kompleksi i inferioritetit është një situatë kur ngërshetohen shumë faktorë psikologjik e social dhe të individi krijohet një kompleks i cili vazhdueshëm e bën atë të ndjehet inferior në karshi situatave të cilat i sjell jeta. Dhe kategoria e tretë është ajo më e skajshmja kur kemi të bëjmë me patologji ose çrregullime mendore në të cilat hyn deluzioni i superioritetit ose deluzioni i inferioritetit, diçka për cilën sot nuk do të marrim kohë sepse ato i përkasin mjekësisë dhe përkatësisht. Po, dhe janë shpjegime skolastike tek psikiatrisë i përkatësisht. Sot do të flasim, do të provojmë që këto gjetje ti adaptojmë në interpretimin social të fenomenit. E para e punës, shoqëria përcakton standarde. Shoqëria ka disa standarde, disa norma, të cilat i përcakton, të cilat individi duhet të performojë për ta mbritur standardin. Dhe njerëzit duke qenë të paaft për shkak të prejardhjes së tyre zhvillimore, për shkak të kaluarës së tyre zhvillimore, të faktorëve të cilët mund të kenë ndërhyrë në zhvillimin e tyre, nuk kanë zhvilluar mjaftueshëm potencialin me mbrojtje këtë standard dhe ata ndihen inferior. Inferioritetit shpërfaqet përmes ndjenjes së pasigurisë, që është kryesorja në pjesën e inferioritetit, mandej me ndjenjen se ata nuk janë të vlefshëm,
se nuk janë mjaftueshëm të përgatitur për të arritur standardin, dhe kjo ndjesi i bën ata që të tërhiqen nga situatat me cilat ata ish dashur të ballafaqohen në jetën e tyre. Bukur, le të jemi më konkret. Ku i shfaq shoqëria jon tendencat për inferioritet dhe tendencat për superioritet? Ku i shfaq në shpika? Çka është shumë e rëndësishme është se superioriteti vjen si pasojë e inferioritetit. Shoqëritë, individ duke u ndinë inferior, përvojnë me prodhu sjellje dhe ndjesi fiktive, jo reale, për të tregu se ata kanë vlerat jashtëzakonshme, dhe kjo tendencë për me tregu vlerat jashtëzakonshme prodhoi një superioritet pastaj që është fals, po ti qasësh nga pikpamja e ftohtë. Është ndjenjës. Në trevat tona, në këto troje ku shtrihen shqiptarët, inferioriteti është zhvillu për shkak të zhvillimeve historike. Për shkak të zhvillimeve historike, nga pafuqia jonë fillimisht në numër, mandej nga pafuqia jonë e forcës ushtarake, e forcës shoqërore, ne kemi prodhu ndjesi se ne nuk e plotësojmë standardin e zhvillimeve në rajon. Dhe kjo ndjenjë se ne nuk po mundem me mbri standardin, na ka kriju neve ndjenjën e inferioritetit, kryesisht si kam, dhe nga kjo ndjenjë e inferioritetit, kryesisht jemi tërheq dhe nuk jemi ballafaqu me situatat cilat i ka pru historia, po flas për ballafaqimin intelektual dhe për ballafaqimin kulturor. Kur flas për ballafaqim, mendoj në konkurrencë, jo në rezistencë, sepse rezistenca është një domosdoshmëri e kohës, po ky ngurrimi jon për me qenë një farë mënyre ofanziv në aspekt kulturor, edhe në aspekt kryesisht kulturor, përfaqëson të na këtë ndjenjën e inferioritetit. Le të marrim një detaj. Mendimi historik shqiptar ka prodhuar mitin e një vendi që nuk i ka sulmuar të tjerët. A është kjo edhe një shpërfaqje e superioriteti që buron nga inferioriteti, sepse nëse do ta gjykojmë, në një kontekst më gjerë historik, prirja jo për të sulmuar, jo për të vrarë, po prirja për sundim është dhe një shem vitaliteti e kombeve. Dhe në një farë mënyrë kjo është një defekt që nuk duhet përkthyer si superioritet. Shqiptarët nuk e kanë pas ndjenjën e sundimit, dhe tjetër është aspekti pastaj humanitar, sepse normalisht ka pasur sundimtar shumë human që për shembull kur nuk janë marrë me civilët gjatë sundimit, kur nuk janë marrë me pronat e tyre, kanë sunduar drejt, vërtet kanë sunduar, po kanë sunduar drejt. Por ti je vend me traditë perandorake është një gjë madhështore, gjë që ne nuk e kemi. Unë po marr një detaj, mund të bëni interpretimet tuaja pastaj. Ky është interpretimi im, ndoshta e kam gabim. A mund të kategorizohet kjo? Në fakt në këto situata gërshëtohen edhe faktorët historik e sociologjik për të cilët duhet interpretim më i gjerë e më i thellë. Megjithatë, ta lëm aspektin e pushtimit, po të flasim për ndjesinë e disa popujve të cilët prodhojnë një farë ndjenjë narcisizmit, se ata janë popull të cilët ja vlen, se ata janë popull mbi popujt e tjerë kulturalisht ku dijon me vlerat e tjera. Që ka prodhuar dhe pastaj dhe tragjedi njerëzore. Në fakt, pikërisht, kjo ndjesi e këtyre popujve flet për kompleksin e inferioritetit në esencë. Ata popuj kanë zbrastira, kanë mungesa të mëdha në aspektin e tyre të brendshëm, dhe këtë mungesë të vlerave ata përvojnë me shpërfaq përmes ndjesisë narcisistike se na jemi më të mirë se të tjerët, se na jemi më superior se të tjerët, dhe përvojnë me ju tregu standardet e tjerëve, derisa në realitet, në esencë, ata nuk e kanë mbërri standardin human e njerëzor as vetë. Po, por në rastin për shembull të popullit gjerman, sepse ka dy dimensione, vërtet prodhoi një tragjedi si në ndjenjën e superioritetit, por në kushte paqe për shembull këtë superioritet e ka përkthyer në terma të tjerë, në termat e një fuqie ekonomike, e një fuqie kulturore, e një fuqie civilizuese. Kemi edhe dy pamje në tilla raste, në rastin e Gjermanisë. Konteksti historik i gjermanëve shpërfaq mënyrën më të bukur këtë për çka po flasim na, sepse para vitit 39 flasim për çerekun e parë dhe çerekun e dytë të shekullit të 20,
Gjermanët kanë kalu një histori e cila ju ka prodhu kompleks të inferioritetit. Sepse ata kanë qenë të menaxhum edhe të administrum prej popujve të tjerë, cilët kanë kalu Vjen asaj. ndarës është regjimi prusian, sepse gatimi i ndjenjës suverenitetit fillon në regjimin prusian. Faktikisht kështu ka qenë para regjimit prusian, popujt gjermanik, po edhe ka qenë popull inferior. Autoriteti ekonomik i hebrejve dhe popujve të tjerë, cilët e kanë luajtur lojën ekonomike në Gjermani dhe në Austri, ka prodhuar ndjesi inferioriteti. Mandej gjermanët janë detyru, kushtimisht po them, janë detyru me prodhu nazizmin si kompleks i superioritetit i cili ka derivu, ka ardhur për shkak të presionit të cilin ata e kanë kalu historikisht dhe kjo ka përfundu në tragedi. Kjo nënkupton që të dyjat, historikisht të dyjat nuk kanë të drejtë. Edhe këta të cilja u kanë prodhu Gjermanëve ndjesinë e inferioritetit, po edhe Gjermanët pse u kanë përgjigj me kompleks të superioritetit kanë gabuar. Të dyja kanë qenë gabime historike, të cilat janë shpërfaqur me pasojë. Do të kalojmë në një plan tjetër me Hoxhën e nderuar. Hoxhë, ju merrni me një komunitet caktuar, me edukimin e tij, me shpalosjen e besimit, të vlerave të besimit. A shikoni edhe brenda këtij komuniteti shenja superioriteti, shenja inferioriteti, po kur themi superioriteti, sepse ju për shembull në ligjërimin tuaj, në ligjërim përgjithsisht është termi krenar, të jesh krenar me vetveten tuaj, që a mund të përkthehet kjo si superioritet apo thjesht krenaria është një kuptim komplet tjetër. Pra, a ka dhe shfaqje të tilla brenda komunitetit dhe se si ju i sqaroni ose i shëroni këto defekte nëse ka? S'ka dyshim se komuniteti cilit ju i referoheni, unë e quaj komuniteti fetar, pra i muslimanëve, është një atom brenda një molekule të madhe, ose është një molekul brenda një tërësie molekulash, edhe si të këtill jemi të pandashëm prej asaj çka na mundon të gjithëve. E thithin të njëjtin oksigjen, na freskoni njëjti shi, na ngrohi njëjti diell. Kështu që edhe komplekset ose defektet e ndryshme në një farë mënyrë na prekin neve sikur se e prekin çdo shqip falas. Ishte shumë interesante, e kuptova prej Granitit se tejkalimet ose deformimet, nëse bën t'i quaj kështu, kur ndodhin nuk ka rëndësi se ka cila anë rëndojnë. Dhe si kur e kuptova se superioritetin si kompleks po e prodhoj ka inferioriteti, që i bie se njeriu në esencë është inferior, ose ndjehet inferior përpiqet të paraqitet si superior. Dhe kjo në një farë mënyrë më jep të drejtën të them Ermir se njeriu duhet të ndihet krenar, qoftë edhe i varfër, qoftë edhe i sëmur, qoftë edhe i gjymt. Për arsye se krenaria nuk është superioritet, krenaria është ndjenje komoditetit me atë që ti nuk e pasur mundësi zgjedhje, po ka zgjedh krijuesi për ty. Kjo është shumë e rëndësishme të definohet prej këtij këndvështrimi. Do të thotë krenari, jo mburrje, se megjithatë ka dallima, njerëzit i ngatrojnë. Krenaria është që atë që ke të ndjehesh komod me te, derisa ti nuk ke pasur mundësi të zgjedhësh për të qenë ndryshe. Ndërsa në atë që Zoti të kalon ty hapësirë të zgjedhësh, nuk ka nevojë të ndihesh komod me çfarë do të arriture. Edhe nëse je më i ditur i një vendi, edhe nëse je më i pasur i një vendi, edhe nëse je më i suksesshëm, megjithatë akoma ka çfarë të arrihet për arsye se superioriteti tash si nocion edhe si kuptim, si koncepti, jo si kompleks, është diçka të cilën ne duhet ta synojmë. Do të thonë duhet ta synojmë perfeksionizmin. Edhe pse derisa jemi kështu si jemi, njerëzisht mbetet e paarritshme, dhe derisa është i paarritshëm, atëherë mbetet gjithmonë hapësira para neve çka të përmirësojmë jetën tonë. Po, edhe si fetar gjithsesi, nganjëherë ndjehemi inferior, nganjëherë ndjehemi superior, në të dyja rastet gjithnjë them se e kemi gabim. Për arsye se njeriu mashtrohet, është shumë interesant kjo. Njeriu mashtrohet për shkak se sheh veten duke u përpjekur të bëhet i përpikt në aplikimet fetare. Sheh rrefin, thot vetëm vete këta s'janë askundi. Menjëherë, si themi ne kosovar, të hynë vetë janë huj, edhe fillon ti me pëlqy vetën tënde, dhe kjo është defekt, është emet. Dhe dietarët islam e kanë dhënë një shembull shumë interesant. Thonë,
më mirë është të të kaloj natën në gjumë. Do më thonë, si ngrit natën qoftë për të bërë një meditim, ose për të falë një reqat namaz, ose për të bërë një lutje. Edhe në mëngjes kur zgjohesh, të ndjesh i penduar pse më iko ajo mundësi, se sa të kalosh natën në meditime dhe në ibadete, ndërsa në mëngjes duket vetja se kush e di çka ke bë. Do më thonë, një vepër dhe një arritur e cila me gjithate ta shkakton qoftë edhe të qastit defektin e superioritetit, atëherë si refleksion superioriteti nuk është në rregull. E njëjta gjë është edhe me të kundërtën, kur posaçërisht tani jetojmë në një kohë në të cilën për një mend edhe relacionet e forcave në rrafshin global nuk janë si kanë qenë para 20-30 vitesh, edhe e vrejmë se megjithatë ekziston një zymtësi edhe një lloj ngarkese edhe reale, po tek ne shumë reflekton psikologjikisht se ti je musliman, detyrimisht do të paragjykohesh edhe detyrimisht do të shikohesh ndryshe. Pikërisht këtu desha të ndalëm, sepse në qëmtimin tim individual kam vërë shumë tendenca edhe për superioritet, por edhe shumë shfaqje të inferioriteti, që gjithsesi mund të jenë kulturë individuale, formim individual, që më pas ajo ngjizet edhe me qëndrimin fetar, me ndjenjën fetare. Ma e keqja ndodh kur deformimet individuale përpiqemi t'i ngjyrosim me ngjyrë fetare, bëjmë një krim të dyfishtë, edhe jemi duke gabuar dhe duke i dhënë legjitimitet gabimet. Mendoj se po e kuptuam një gjë e cila fetarisht quhet ligji i sprovës. E vrejmë se bota ashtu si është e rumbullakët edhe si është në lëvizje të vazhdueshme, edhe e vrejmë se herë është ditë, herë është natë, mirë po edhe koha nuk ndalet, edhe stinët të ndryshojnë e kështu me radhë, e vrejmë se jeta megjithatë është e paqëndrueshme dhe mbetet sprova edhe sfida e secilit që të ambientohet me rrethanat cilat ekzistojnë. As të mos bëhet konformist deri në skajshmëri, të pajtohet për shembull me gjendjen e keqe, e as të, si me thonë, të lejoj që të shkaktoj shkujdesje, gjendja e mirë edhe komoditeti, por të konsideroj se njeriu megjithatë është në një luftë të vazhdueshme, që unë e quaj luftë e vazhdueshme për mbijetesë faqebardhë. Dhe secili prej neve, sikur se ka thonë Zoti i gjithësisë, çdo njëri prej juve është pengë asaj që vepron në vetë, secili prej neve do të ringjallet vetë edhe do të jap përgjegjësi individuale dhe përgjegjësia e ytja dhe e imja dhe e secilit prej neve do të jetë në bazë të asaj që kemi pas mundësi të bëjmë, e jo në bazë të asaj i përmendi Graniti standardet shoqërore, ato janë shumë të mira për të përafruar synimet. Mirë po nga njerë, sidomos kur jemi në relacion me Zotin, standardet shoqërore nga njerë binë poshtë. Për çfarë arsye? Për arsye se Zotin a thotë kur të falini qëndroni në këmbë. Po çfarë do t'i bëjmë atij plakut ose atij të smurit i cili nuk qëndron në këmbë dot? Ose do i themi mos u fal, ose do i themi qëndron në këmbë sikur ne. E realisht të dyjat janë të paqëndrueshme se ai ka mundësi të falet edhe ulur. Ka mundësi pra njeriu t'i kuptojmë ato limitet e poshtme, që unë mendoj se shiku nga këndvështrimi fetar, limiti i poshtëm është që e mira duhet synohet. Pastaj, sa hapa i adel të qesësh edhe të haprosh në drejtimin e realizimit aty në synimeve, mbetet që i referohet gjithsesi edhe rrethana dhe mundësive, jo thjesht vetëm dëshirave. Mbi të gjitha, po i kthejmë asaj linjes vertikale që fillova fjalimin tim në fillim me te, ne e matim vetën me vetën tonë. I kemi të qarta kërkesat e Zotit, i kemi të qarta madje edhe kërkesat e rrethit edhe shoqërisë, tu fillu prej familjes e më gjerë, që megjithatë kemi rol në shoqëri, pavarësisht pse synojmë të lidhemi në mënyrë sa më cilësore me Zotin, edhe i kemi të qarta gjithashtu edhe mundësitë tona dhe në bazë të asaj i japim maksimumin. Këtu vjen shprehja ajo që Zoti ka thonë se ai nuk e ngarkon askënd përtej mundësive, por njerëzit këtu gabojnë nganjëherë se i konsiderojnë mundësinë te minimumi, ndërsa ligjerimi fetar thotë te maksimumi i mundësive, jo te minimumi të ndalemi. Po, Granit, vërtet, ka një lloj teprimi folklorik mendësia shqiptare dhe nëse po, a është kjo shprehje inferioriteti? Në interpretimin e historisë, në interpretimin e aktualitetit nga njerë, pra përgjithsisht, rajoni Ballkanit mbartë shumë mite të cilat janë bërë dhe shkak për
janë edhe aktuale, pastaj shkak për përplasje, shkak për shere, merren figurat të së kaluarës. Ka qasje shkencore që thotë, shiko, ajo nuk është e vërtet, po nuk është e vërtet, po na duhet ky miti ne, sepse ky na frymëzon, nuk na mban. Ky është i debat i shumtë i viteve të fundit, Për shembull, një prej figurave më të fuqishme të mendimit shqiptar, Kadareja e ka mbrojtur këtë. E ka mbrojtur edhe në debatin e para disa viteve me Qosin, kjo ishte një ndër shkaqet që ai mbronte më të madhe. Qosi i qasej në një mënyrë më shkencore, më të ftohtë, Kadareja përgjigje në një mënyrë pak më patriotike, më emotive. Po. Në fakt, Gustav Le Bon, njëri prej psikologëve të cilët mas herët e ka studiu psikologjinë e turmës, thotë popujve turmëve mos ja prek mitet. Prej kjo çfarë dush, mitet mos i prek, sepse ndërtimi psikologjik i tyre kryesisht lidhet me mitet. Ka atje një fenomen në psikologji që përkthehet si pafuqishmëri e mësume. Pafuqishmëria e mësume është situata kur individi ose popujt përvojnë me arrit qëllime, targete, përvojnë dhe gjatë këtij rrugtimi nuk arrin për shkak të ndërhyrjes së faktorëve tjerë sociologjike, ekonomike, politike, ku diun, dhe duke pasë se nuk po munden me arrit këtë, krijon një farë lloj pafuqishmëri të mësume. Ata mësohen me qenë të pafuqishëm. Dhe në këtë situatë të ndjesisë e pafuqishme, ata detyrohen me prodhu mite. Për ta kompensuar. Për ta kompensuar këtë, prodhohen me detyru mite dhe folklorizojnë këtë çështjen e backgroundit të tyre sociologjik edhe psikologjik. Për shembull, është ky fenomen interesant i suksesit të kombëtarës vitet e fundit që është bërë një, po themi, është futur shumë në zemrat e hapësirave shqiptare, me sukseset e saj, me atë kontekstin ku nga Shqipëria dhe Kosova janë bërë brenda një ekipi, janë vllazëruar. Hiti shoqërues, hiti simbol, është një këngë që ka ekzistuar, që nuk ka lidhje fare me elementin e lojës futbollit, Xhamadani via via, është shumë dhe ka marrë nga aspekti futbollistik, është bërë një kontekst patriotik. Ajo nuk ka lidhje me lojën, s'ka as teksti, as diçka. Xhamadani via via është një diçka e cila është shumë origjinale dhe autoktone, mendoj se ndoshta për atë arsye dhe nuk i dihet as autori as kompozuesi, jo, kompozuesi shqiptarët kudo të qofshin, ndjehen kompozuesi është Zef Çoba, është kompozitor i njohur shkodran, kompozitori. Biles unë në një takim që kam patur vitet e fundit me Zefin, cilin personalisht e njoh që kur kam qenë fëmijë sepse kam bërë piano me të, edhe po e diskutonim këtë fakt. Unë tha nuk e merrja me mend që kjo këngë dal nga dal do ripotencojë dhe do vinte një kontekst të ri, edhe do bëheshte pjesë pastaj hiteve të stadiumit. A gjejmë këtu pak element të euforitetit, pastaj që përkthehet si superioritet? Edhe për shkak të kontekstit, sepse normalisht ndeshje dhe përballjet e fundit kanë qenë edhe me një nacionalitet tjetër siç ka qenë Serbia dhe ndoshta nëse nuk do të kishte qenë kjo, mundet mos ishte potencuar ky hit fare, Megjithatë, unë nuk shoh shumë kompleks të inferioritetit ose të superioritetit te përfaqësimi kombëtarës përmes elementeve ndryshme artistik, sepse tek e fundit është kultura, është arti, është gjuha, psikologjia e një populli, është përfaqësia e psikologjisë së tij. Dhe nëse ti nuk përfaqësohesh me një vepër artistike e cila bart elementet e identitetit tënd kombëtar, atëherë me çka do të përfaqësohesh si kombëtare? Ti kur lund si kombëtare, ti përfaqëson një këmbë kundër një kombi tjetër në nivel sportiv. Dhe kjo patjetër se mandej pasurohet me elemente artistike. Pra është diçka normale. Unë e konsideroj si plotësisht normale, ashtu që konsideroj edhe plot element të historisë shqiptare për të cilët është shkruar, është folur dhe ndërtu vepra artistike, të cilët janë real dhe për të cilët janë ndërtu këto vepra për shkak se na është dashur me pasuru identitetin ton kombëtar. Jo çdo mit brenda historisë ton është i egzageruar, është i hiperbolizuar. Ka dhe plot elemente reale aty të cilat i kanë shërbyer jashtëzakonisht identitetit ton kombëtar shqiptar, të cilat i kontribuojnë edhe sot. Realisht, puna e mitit, nëse më lejon Ermir, mendoj se është mirë të qasemi kësaj problematike nga dy pozicione, nga pozicioni i jashtëm dhe i brendshëm. Te pozicioni i jashtëm është shumë e rëndësishme që
sikur se e përmendi edhe Graniti edhe ma kujtoj atë që krijuesi Fuqiplot na ka mësuar qysh herët. Mitet masave nuk duhet prek. Allahu i lartë madhërisëm thot dhe mos u ashani atyre zotat e rrejshëm, se si reakcion ata do t'u ashani juve zotin e vërtet. Kështu që qasja ndaj mitit duhet jetë me kujdes të skajshëm. Po kur jemi ne brenda asaj mase, edhe e kemi një talon mitin si diçka e ndjeshme, të flasim për një, masi u fol për sportin, të flasim për një rekord. E ka arrit dikush një rekord në sport. Dhe të gjithë sportistët më të vegjël maten me atë rekord. Dikush që është më ambicioz, nuk ja qetë synin me arrit atë rekord, për ja qetë synin me e te i kalu. Për arsye se ne, sikur se e dim disa lojra në të kaluarën, kur ka arrit rekord, ta ka dhonë mundësin me e shkru emrin. Është shumë me rëndësi që emri i cili do prej neve të shkruhet, jo me shkronjat që i mbajmë në kartat e identitetit, po të shkruhet me shkronjat e veprave dhe qëndrimeve tona në historinë e shoqërisë dhe në historinë e kombit në përgjithësi. Mendoj se si komb kemi një substancë shumë unike e cila dhënë shumë është synu të ndahet dhe për këtë arsye pastaj ato bëhen hite, ato këngë që ne i quajmë patriotike, që nuk thrasin për ta dhunu tjetrin, thjesht thrasin për të përjetu një krenari, komoditet me atë që jemi. Kjo është njëra. Tjetra është se çdo individ e ka obligim që të mos identifikohet me veprat e tjetrit. Qoftë ai tjetri edhe baba yt ose gjyshi yt. Do thonë, edhe nëse ke lidhje të drejtë për drejtë me te, thot një urtësi, nuk është trim ai i cili thot baba im ishte kështu edhe kështu, po trim është ai i cili thot ja ku jam unë. Ndërsa i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot në një thënie shumë të mrekullueshme në këtë kontekst, thot atë cilin vepra e tij e lën mbrapa, prejardhja genealogjike nuk e çon para. Pse je biri i filanit ose nipi i filanit, nuk je a priori i mirë nëse me veprat tua nuk je dëshmu se je i mirë. Megjithatë, trashëgimia familjare, trashëgimia fisnore, është një tregues. Është materia, është lëndë e parë shumë e mirë. është një tregues e personalitetit njerëzor. Pastaj, sepse mund të ketë abuzime, ajo është gjë tjetër, sepse edhe ne për pjesën abuzive po flasim, sepse njeriu gjithmonë do gjej edhe arsye për qenë inferior, edhe arsye për qenë superior, nëse nuk ka të qartë atë që thatë ju, lidhje vertikale. Unë e kam vënë re këtë, vite më parë nuk isha e vetëdijshëm, dhe nuk dija të analizoja, kur shikoja pjesëmarrjen e vendeve arabe në kampionatin botror. Ishte rezultati 6-0 nga ekipi tjetër, në avantazh, dhe kur bënte një gol ekipi arab, ai shpërthimi, egzaltimi ishte jashtëzakonshëm. Dhe vite më vonë fillova të analizoj, ishte shprehje një lloj inferioriteti, që shprehej në këtë formë superioriteti pastaj, po pak jo simpatik. Ajo logjika me rëndësi të marrësh pjesë, jo të fitosh. Po, jo vetëm kaq, por Zoti u ka dhënë cilësi të ndryshme popujve. Një popull i ka dhënë futbollin, aftësinë për të luajtur futboll, një popull tjetër i ka dhënë një aftësi tjetër që ndoshta nuk e ka. Edhe ndoshta që ky popull tjetër do të kishte zili, Edhe në popujt arab ka virtyte dhe cilësi, për shembull, që në popujt që e luajnë mirë futbollin, ndoshta nuk gjenden. Ktu desha ta trajtoj edhe pa. Në poezia bojnë 6-0 perëndimore, kështu që në poezi ata e shkojnë me 6-0. Poezi për shembull shumë pak ditë fakti që metrika në poezi ka lindur në Afganistan. Ne si e gjykojmë sot një vend me luftra, me probleme, me atentate, metrika në poezi ka para dhe Afganistanin. Njerëzit nuk e dinë këtë. Pra një diçka që mund xhelozon të gjithë mendimin letrar botror. Absolut. Po. Në fakt zbulimi i poetëve të lindjes kryesisht të pjesës persisë të para 2-13 shekujve po bën revolucion në kushtimisht tregun e poezisë perëndimore kryesisht në Amerikë, për shkak se po gjenden dhe po zbulojnë vlera të tjera lidhur me poezinë dhe me artin. Problemi është te popujt, te kombet ose te grupet shoqërore, pse ato provojnë komplekset e inferioritetit ose ndjesitë e inferioritetit, lidhet, për mendimin tim, lidhet me këtë që na po e quajmë standard.
derisa popujt nuk kanë standarde të qarta, po aty në i ofrohen nga kondi politik një standard tjetër, nga kondi kulturor një standard tjetër, religion një standard tjetër, njerëzve ju krijohet një farlloj konfuziteti lidhur me standardin dhe përvojnë me i bashkëdyzdu standardet e kundërta dhe kjo përpjekje për me i bashku standardet e kundërta të vendosur prej burimeve të ndryshme, kryesisht e prodhon këtë kompleksin e inferioritetit. Shembull, shqiptarët aspirojnë me arrit standarde politike, kulturore të nivelit perëndimor, për të cilat çdo respekt, po megjithatë konteksti jon historik e kulturor nuk është i njëjtë sikur ai i vendeve skandinave, bie fjala. Dhe na në përpjekje për të arrit standardin e tyne kulturor çfarë të qoftaj, na përpiqemi të i kalu veten. Dhe kjo përpjekje me të i kalu veten patjetër se do të shkaktojë probleme në identitetin edhe në megjithatë mendoj që defekti është që është mungesë të qenurit realist në këtë aspekt, sepse edhe kjo është një sfidë e pirë, të mbish në pikën që ti je realist. Sepse të themi diçka, Kosova, shoqëria shqiptare ka diçka që vërtet do duhet të ishte shumë superiore, shumë superiore. Është ajo që Europa po e humb dhe do ta qaj një ditë me lot, ka filluar ta qaj, familja. Familja është një ndër sot pasurit mbi toksore, nëse gjithmonë ju referohemi pasurimin në toksore, që çdo kush do kishe dashur dhe ato që e kanë luftuar janë koshien në vetveten e tyre me fjalë që po shkatrojnë një gjë shumë të vyer. Po, pajtojmë plotësisht edhe për këtë arsye Këtu është rasti edhe për të përcjell një mesazh që nëse janë shfaqur tendenca. Rasti i vetëm për ta shkërmoqur është rasti për ta vlerësuar dhe për të thënë që është rasti i vetëm në cilin po jap vetes drejt me thonë se ne kosovarët për këtë bën të ndihemi superior. Edhe pse ndoshta për shkak të korrekcisë do duhet thoja të ndihemi krenar. Mirë, po në këtë rast edhe jemi superior, nga se superioriteti mendoj se mund të vijë edhe si rrjedhojë e krahasimeve. Dhe ne nëse shohim për rreth neve, ne shqiptarët megjithatë në këtë aspekt akoma e kemi një nivel të komoditetit. Edhe pse mendoj se ky komoditet është i rrezikuar, është ka sulmohet shumë. Dhe ajo që unë tash po flas si qytetar, nuk po flas as si psikolog, nuk po flas as si hoxh, po flas si njeri i cili ka drejt me ngritë zanin e vet. Ajo e cila për një mend na ka shkaktuar një lloj kompleksi të inferioritetit. Graniti e përmendi se ky nuk duhet të trajtohet si kompleks kolektiv, por si individual. Mirë, si individual po flas, është edhe ajo që na është servu për vitet tona se çdo gjë që është e jona duhet të përmirësohet, çdo gjë që është e lindjes duhet të braktiset dhe çdo gjë që është perëndimore duhet a priori të pranohet, e që në këtë rast familja e demanton këtë lloj rregulli, të e pas parasysh se i kemi edhe ne vlerat tona, megjithatë i trumpetojmë vetës si patriot, si njerëz që e kemi një kulturë, e kemi një trashëgimi, atëherë është mirë të identifikojmë pikat e forta në atë që është e jona, edhe ato t'i mbajmë. Po pat nevojë të modifikohen, ajo do të bëjë me lehtësi. Mirë, po jo detyrimisht çdo gjë që është e jona, qoftë në aspektin kombëtar ose edhe në atë kulturor, e pikërisht në atë fetar tash po e nënvizoj, a priori të lihet nëse dojmë të udhtojmë ka perëndimi ose ka Evropa. Absolutisht as perëndimi as Evropa kurrë nuk na kanë thonë se kështu si jeni ne nuk ju pranojmë, s'paku nuk e kemi dëgjuar ne si qytetar të rëndomt të na thonë se pse jeni musliman ne nuk ju pranojmë. Mirë, po na thonë pse keni korrupsion, pse ka kriminalitet, krim të organizuar, ku e diun se çka. Këto janë pengesat cilat juve ju paraqiten për të integruar në rrjedhat evropiane. Andaj është mirë të identifikojmë përparësitë edhe të identifikojmë mangësitë, edhe të merremi atë që kemi përparësi ta kultivojmë akoma më tepër, atë që kemi mangësi ta përmirësojmë, ta evitojmë edhe nuk do të kemi arsye të ndjehemi inferior, as do të kemi arsye të paraqitemi si superior si rrjedhoi e kësaj ndjesie inferioritet. Jo vetëm kaq, por edhe në botën e perëndimit ka segmente të mendimit që e potencojnë superioritetin perëndimor, e thon hapur, por ka edhe segmente që e pranojnë edhe inferioritetin në raport me disa gjëra, madje i marrin botës së lindjes, pse jo dhe botës islame, disa aspekte që i ngjizin
siç është për shembull, më shpjegonte një ditë një jurist, të gjithë elementet sheriatik që Perëndimi ka marrë gati fshetas në thonjza dhe i ka instaluar në legjislacionin e vet. Mirë po që nuk i ka identifikuar kush ose nuk ka pas një zë që t'i identifikon. Të gjitha këto janë element sheriatik. Pra që tregon në një farë mënyrë që është koshient edhe ky qytetërim për mangësit, ashtu si edhe për përparësit. Pra kudo gjenden arsye edhe për qenë inferior, edhe arsye për qenë superior, por çështja është të jesh realist. Po. Absolutisht. Megjithatë, familja është njësia ma elementare organizative një shoqërie dhe barra për rrugën që do të merr shoqëria bie mbi familjen. Për këtë shoqëria duhet të jetë shumë e kujdesshme për atë se çështje trajton familjen. Edhe pse konteksti fillimisht gjeografik, politik e mandej historik i Kosovës ka qenë sfidues për familjen, sepse ky është udhkryq dhe gërshëtimi i civilizimeve dhe civilizimet i qasën familjes në format të ndryshme. Megjithatë, mendoj që banues të këtyre treva po arrin me kogja një farë komoditeti dhe inteligjencë me rujt atë substancën e familjes edhe përkundër këtyre zhvillimeve që po i sjell globalizmi. Kjo tematik do li vetëvjetishëm në këtë lloj diskutimi, në këtë lloj trajtimi e temave, sepse siç e dim kohët e fundit, edhe Vučić nuk po mbahet në deklarimet mbi shkërmoqjen e familjes, pra edhe rrënjën e natalitetit nga kjo anë. Dhe frika e tij është e lexueshme, sepse duke qenë se ka përballë faktorin shqiptar, është evidente tashmë që superioriteti dhe avanca e faktorit shqiptar ndaj faktorit serb në ato përplasje që ka pas, që ka qenë faktori njeri, ka qenë faktori familje, ka qenë disa aspekte që atyre u ka munguar kjo gjë. Madje edhe pastërtia, dhe për këtë arsye mendoj se ne shqiptarët në këtë relacion do të ndjehemi jo vetëm krenar, por edhe superior. Pikërisht, dhe këtu është rasti, ajo që thash pak më parë, që të përcillet dhe një mesazh që këtë vlerë superiore që e ka kjo shoqëri, që ndoshta për momentin nuk është e vëmendshme, nuk e vlerëson, është rrëmbyer nga zhvillimet, nga konsumerizmi, të jetë të zgjohet dhe ta ruajë akoma dhe më shumë. Kështu që mundet përcillen dhe një mesazh nga kjo pikpamje edhe ju si të ftuarit e këtij diskutimi. Shumë shkurt po përpiqem ta them një gjë. Janë dy virtyte njerëzore të cilat çdo kush i çmon, sinqeriteti dhe modestia. Sinqeriteti është të jesh korrekt me veten tënde fillimisht, pastaj edhe me rrethin, ta pranosh ku i ke ngecjet dhe të investosh në përmirësimin e tyre. Modestia është të shohësh anët përparësit, anët e forta, edhe prapë të mos se superioriteti si kompleks ose si defekt në këtë aspekt të bën të jesh shpërfillës ndaj kësaj mirësie edhe me automatizëm rrezikon ta humbasësh. Kështu që nëse je modest, do të përpiqesh ta ruash atë akoma më tepër edhe para se njeriu megjithatë e ka këtë breng si do të paraqiten para tjerëve nëse është i sinqert, pra origjinal. Edhe nëse është modest, atëherë s'ka dyshim se do të jetë superioritet, ani pse vetë e ndjen veten shumë thjesht. Megjithatë, sa i përket mesazhit është shumë e rëndësishme që edhe përkundër respektit dhe rëndësisë që ka familja, megjithatë në Kosovë mendojnë bazu në punën tonë përditshme se ka nevojë për një sensibilizim të familjes për rëndësinë e zhvillimit të individit. Shpesh herë për shkak të mbetjeve patriarkale, disa mbetjeve të tjera sociologjike në Kosovë, hyhet, preket integriteti psikologjik i individit dhe familja deshte pa desht kanë herë bëhet një farë kontribusi i cili e dëmton herë më shumë e herë më pak zhvillimin e individit. Kështu që unë mendoj se është shumë e rëndësishme që të mundohem të krijojmë kapacitete brenda shoqërisë në ngritjen e individit, në krijimin e individëve të cilët nuk i referohen standardeve. Standardet të cilat vendos shoqëria e mandej në pamundësi të arritjes së standardeve prodhojnë komplekse, qoftë inferioritet, qoftë komplekse tjera. Po të prodhojmë individ të cilët gjenerojnë vlerat e tyre, njerëzore, humane, me gjitha intelektuale, cilët arrin me kriju standardet e veta, njerëzore në jetë dhe ju referohen standardeve të veta, të cilat kanë vlerë, kanë substancë
dhe e ndjekun rrugën drejt standardit të vetë dhe vëmendja e tyre zhvillimore nuk tërhiqet për standardeve të cilat mund të krijojnë situata të ndryshme politike, kohore, historike, po ata i referohen në standardet të vlerës, në standardin njerëzor dhe kështu edhe u shmangën krijimit të kompleksave, edhe prodhojmë një shoqëri në të cilën individi është i formuar dhe si rrjedhoi familja dhe shoqëria është e ndërtuar. Faleminderit për shpjegimet të që dhatë në këtë hapësirë ku ne diskutuam mbi inferioritetin dhe superiorin si diçka e pashmangshme në qenie njerëzore, individualisht ose shoqërisht, dhe që ka edhe aspekte pozitive edhe aspekte negative. Rëndësishme është që njeriu të jetë realist dhe referencën për të qenë realist ta ketë të drejtë. Po e pati referencën e gabuar, nuk do jetë as realist dhe do luhatet midis superioritetit fals dhe inferioritetit dëmtues në radhë të parë për veten e vet. Faleminderit Hoxh Ekrem Avdia, faleminderit psikologu Granit Shatri, bashkë miru takofshim.